Lamine Yamal po tregon se është një fenomen e vërtet, duke të kaluar legjendat Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo. Ylli i Barcelonës festoi paraqitjen e tij të 100 me fanellën e blaugrana me një gol spektakolar në barazimin 3-3 ndaj Interit. Vetëm 17 vjeç Yamal ishte më i miri i skuadrës katalanëse, duke e udhëhequr në përmbysje nga disavantazhi 2-0 me një gol individual ku dribloi dhe më pas në poshtë portierin Jan Sommer me një goditje të arkuar. Ky është goli i 22 me Barcelonën, ndërkohë që ka dhënë dhe 33 asiste në vetëm 100 ndeshje, një arritje e jashtëzakonshme për një lojtar të moshës së tij. Në krahasim, Lionel Messi që kishte vetëm 9 ndeshje dhe një gol pasi kishte mbushur 18 vjeç, ai arriti të shënojë edhe shifra dyshifrore vetëm në moshën 19 vjeç. Nga ana tjetër, Cristiano Ronaldo në moshën 17 vjeçare kishte luajtur 19 ndeshje me Sporting Lisbonën, duke shënuar 5 gola dhe duke dhënë 4 asiste. Përveç suksesit me Barcelonën, Yamal është bërë hero dhe me përfaqësuesën e Spanjës, duke ndihmuar ekipin të fitojë Euro 2024, ndërkohë që është në garë për një sezon historik për triplet të mundshme me skuadrën e Barcelonës.